Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës Lajm. Gjuha shqipe është themeli I ekzistencës sonë, I historisë, traditës dhe një thesar I çmuar për cilën kërnohemi anë mbar në botës. Së fundmi ka dalë për të gjithë përdoruesit, për të gjithë shqiptarët dhe mëtej, ka dalë fjalori I madh I gjuhës shqipe. Për këtë arsye, ne kemi të ftuar në flasim hapur një prej hartuesve të fjalorit të madh të gjuhës shqipe, profesora asociuar doktoresh Manjola Zaçallari, lektore UAMD, kontribuese në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë edhe mëtej. Faleminderit që jeni në flasim hapur, zonja Zaçallari. Faleminderit Bledi, është kënaqësi të bisedojmë sot së bashku për këtë vepër madhore, siç është fjalori I madh I gjuhës shqipe. Ishte fjalori I fundit 1980-ën? Ka pasur dhe fjalor të tjerë, po të themi më I ploti është ai I 80-s. Po, dhe kam në bibliotekën time që nis me Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë etj. Ka patur dhe fjalor të tjerë. Por është ndjerë në 30 vite nevoja për një fjalor të ri dhe vim tashmë tek ky fjalor I ri I cili ka dalë në versionin online për momentin. Pastaj më vonë pritet të jetë edhe fizik. Të botohet edhe si kopje fizike. 10 vëllimësh. Është vërtet, në 10 vëllime sepse jo është e pamundur duke qenë se secili vëllim do jetë diku 1000 faqe dhe duke qenë se është fjalori tipi të madh dhe është I pari fjalor I kësaj tipologjie, atëherë është e pamundur vetëm në një vëllim se do bëjë shumë I madh dhe do ishte e pamundur për ta mbajtur. Edhe për shumë arsye të tjera pastaj, kështu që ai do dalë në 10 vëllime në momentin që do të botohet si kopje fizike, të themi. Që ka I shtrenjtë, pra në kuptimin për nga rëndësia dhe vlera që do ketë për gjuhën tonë, por që ka dhe I shtrenjtë edhe në aspektin financiar. Është sepse është, siç thash, fjalori më I madh që është botuar deri më sot dhe ka 127.000 njësi. Nëse mund të them disa shifra të fjalorit, pra ka 127.000 njësi, 105.000 deri 107.000 fjalë tituj dhe rreth 300.000 kuptime, 5.000 emërtime të pathjeshta, 3.000 njësi që janë fjalë të fshehura, 12.500 njësi frazeologjike, 1.640 shprehje të huaja të pa asimiluara, 250.000 anglicizma, 1.200 akronime, 30.000 vargje sinonimike dhe korpusi elektronik është 800 milion njësi. Dhe 40.000 fjalë të reja? Pra, domethënë, po ta krahasoj me fjalorin e 80-s, kjo është diku te 2.5 herë më I madh se ai. Prandaj është bëhet është fjalori më I madh që është hartuar deri më sot. Ju vetë, si kontribuat te ky fjalor? Atëherë unë jam një nga bashkëhartuesit e fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Unë kam hartuar 4 shkronja, kam qenë pjesë edhe e grupit shkencor teknik, po ashtu edhe bashkëhartuese e akronimeve. Puna ka qenë jo e thjeshtë. Ne në leksikografi në fushën tonë themi shpesh nëse do ta dënosh një njeri, nuk ka nevojë të japësh punë të rënda në minier, lere që të bëj fjalor edhe ja ke dhënë dënimin më të madh sepse është aq e vështirë që të gjesh ndonjëherë shpjegimin e duhur për një fjalë, të gjesh kuptimin e duhur dhe të shikosh dhe nuancat kuptimore, saqë për shembull mua më është dashur që për fjalë të caktuara të qëndroj ditë me radhë për t'ia gjetur të gjitha nuancat e fjalës dhe për të dhënë atë që duhet. Vetëm për një fjalë. Po vetëm për një fjalë, ose e vështirë ka qenë sidomos te pjesa e termave për mua, termave që vijnë nga botanika, zoologjia, duke qenë se janë termat që vijnë nga latinishtja, më është dashur që të konsultohem me shumë fjalor të tjerë të huaj, përveç fjalorëve shqiptar, që të vi edhe të sjell atë kuptimin e duhur, ashtu siç duhet të paraqitej në fjalor. Është një punë që është bërë për 5 vite, ideja për këtë ka qenë më e hershme për të bërë një fjalor të madh, sepse realisht ishin pjekur kushtet që më përpara që të bëhej një fjalor I tipit të madh.
ndodhi që Akademia e Shkencave e filloi këtë projekt, i cili u përmbyll, të themi, kjo faza e parë, u botua online, në platformën online, në fillim të vitit, ku është hedhur për 9 muaj edhe për të gjithë lexuesit, për sugjerime edhe për ndreshje e saktësime të mëtejshme. Domethënë, kjo është faza ku të gjithë mund të japin dimesën e tyre për fjalorin e madh të gjuhës shqipe me sugjerime, vrejtje, ndreshje të mundshme, shembuj të ndryshëm, ose një fjalë për shembull që e shohin që nuk e ka atë kuptimin apo kuptimet e duhura, mund të propozojnë edhe mund të shtojnë. Për momentin Akademia e Shkencave po bën një punë shumë të mirë, në fakt ka marrë një grup ekspertësh të fushave të ndryshme që po punojnë me terminologjinë. Për shembull, nga IT-ja dhe nga fusha të tjera, ata po i shikojnë të gjithë termat që vijnë nga këto fusha dhe po i saktësojnë. Sepse prandaj e thash që puna ime më e vështirë ka qenë me termat nga botanika, nga zoologjia, nuk ka qenë gjithmonë. Janë të ndërlidhura edhe me fushat të caktuara specifike. Me fushat përkatëse që unë nuk jam specialiste, dhe këtu më duhet dora një specialisti, dhe kjo gjë po bëhet tani. Pra, specialistët po i shikojnë të gjithë termat me radhë për të parë dhe për të saktësuar dhe për ta sjellë pastaj fjalorin që të mund të botohet. Kanë qenë të përfshirë gjuhëtarë nga Kosova apo trevat shqiptare tonët? Sigurisht, projekti në fillim në fakt përfshinte një bashkëpunim mes Akademisë së Shkencave tonës shqiptare dhe Akademisë së Shkencave të Kosovës. Pastaj ata të Akademisë në Kosovë patën një tërheqje që në fakt ishte me dëshirën e tyre, sepse dëshira jonë e Akademisë ka qenë që të bashkëpunonim ashtu siç në fakt bashkëpunuam, dhe me Institutin Albanologjik të Prishtinës, prej tyre janë autorët hartusit që kontribuan në vepër. Është privilegj i madh të punosh te fjalori i madh i gjuhës shqipe. Pra ky emërtimi i madh është një shtesë për nga vlera që ka. Mund të kemi një jetë shkrim tuaj profesional, ju lutem. Përpara se të vazhdoj, se do ju bëj disa pyetje më të thelluara në raport me këtë fjalor. Atëherë, në fillim ti e the që unë jam pedagoge e gjuhës shqipe në Universitetin Aleksandër Mojsiu, prej vitit 2010. Në fillim fare kam filluar punën time si gazetare, po e pash që nuk ishte tamam ajo që doja, edhe fillova që të jap mësim në universitet, edhe aty pastaj e gjeta veten dhe mendoj që kam bërë zgjidhjen e duhur dhe jam në vendin e duhur. Unë një pjesë e punës time janë edhe projektet, kryesisht me Bashkimin Evropian. Jam drejtuese e disa projekteve që financohen nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu jam dhe vlerësuese e projekteve po në Bashkimin Evropian. Kjo kështu në mënyrë të përgjithshme. Dhe antare e komisionit të përhershëm të gjuhësisë dhe letërsisë në Akademinë e Shkencave. Dhe së fundmi ju ishin në Oxford, në Universitetin e Oxfordit, pikërisht për prezantimin e kësaj magna, pra opera, pra kësaj vepre të madhe, fjalori i madh i gjuhës shqipe. Mund të thënë diçka më shumë, ju lutem? Kjo ka qenë në fakt një përvojë jashtëzakonshme. Bledi, kur aplikova tek përthirrjen që më dërguan në Universitetin e Oxfordit, thash, normalisht aty duhet diçka e madhe, se ti e di, po flasim për universitetin më të mirë në botë. Edhe çështja ishte që duhet që të fokusoheshim tek pjesa e shkencës së hapur dhe e të dhënave të hapura, pra të qasshme për të gjithë përdoruesit, le të themi. Unë në atë kohë akoma nuk ishte dalë, kur kam aplikuar, nuk ishte dalë akoma fjalori online, nuk ishte publikuar, edhe mendova që ta lidh këtë pjesën e shkencës së hapur me një fjalor kaq të madh që del online dhe që kalon, të themi, nga lexuesi thjesht deri te specialisti i IT-s. Dhe fokusova tek gjuha shqipe si gjuhë me burime digjitale të pakta. Pra, po ta krahasoj me anglishtën për shembull, në fakt është e pakrahasueshme në këtë drejtim,
i ka burimet shumë të mëdha, burime digjitale. Shqipja jo, sepse është e pazhvilluar në këtë drejtim. Dhe unë, kur shkova atje, pasi e fitova të drejtën për të qenë pjesë e konferencës, bëra këtë, nga njëra anë fola për shkencën e hapur dhe nga ana tjetër prezantova fjalorin sepse mu dha mundësia për ta prezantuar. Do me thënë, shkova për të prezantuar shkencën e hapur, për të folur për fjalorin që është një burim tani digital i fjalës shqipe, dhe me atë rast prezantova të gjithë punën, të themi që kemi bërë me atë fjalor. Ishte interesante sepse shumë e njihnin Shqipërinë, disa të tjerë nuk e njihnin, edhe ju duk shumë interesante edhe disa elementë që i thashun për gjuhën shqipe. Por e veçanta ishte që unë pata 2 prezantime gjatë ditës. Gjatë konferencës e prezantova të themi atë pjesën teknike dhe pastaj prezantimin me poster në hallin e bibliotekës Bodleian. Aty ishin vendosur të gjithë posterat dhe posteri i fjalorit mas të gjuhës shqipe i punimit tim. Unë jo pa qëllim bëra një, të themi, jo gjetje, po qëllimisht e bëra këtë. Ata na kërkuan ta printonin ata posterin për në format vogël. E nëse e printoni vetë dhe sillni vetë, ta printojnë në cilin format që të doni. Dhe unë e zgjodha më të madhin e mundshëm, sepse nuk mund ta humbisja rastin Bledi të bëja një poster të vogël për një punë aq të madhe dhe sidomos nuk mund të humbisja rastin që ta prezantoja denjësisht fjalorin e madh të gjuhës shqipe në Oxford. Edhe mendoj që e përmbusha atë qëllimin që i pata vënë vetes, sepse pati pyetje edhe ju pëlqeu kjo ideja. Unë edhe posterin e bëra në mënyrë të tillë që ta tërhiqte mirë vëmendjen e të gjithëve, që të mund të transmetoja pastaj edhe të gjitha të punën që kemi bërë për 5 vite me radhë. Për gëzime edhe keni krenuar jo vetëm gjuhën, por edhe vendin. Por ky fjalor është ndeshur dhe me debate publike. Po, shumë e vërtet. Pra, ka patur komente mbi përkufizimin e disa fjalëve, siç janë djalë apo vajzë, madje ka patur edhe komente në kuptimin e humorit. Për fjalën xixëllonj ishte një gjetje e çuditshme për mendimin tim, si ishte përfshirë në fjalor, që nuk mund ta them këtu në këtë studio. Sidomos ka patur problem me terminologjinë e re që ka të bëjë me rrjetet sociale, internetit, si është fjala online, apo email, apo share, like, gjëra të cilat janë përditshme sot, por që kanë hasur debate në integrimin e tyre në fjalorin e madh gjuhës shqipe. Është shumë e vërtet. Unë jam redaktore shkencore në disa revista ndërkombëtare dhe dua të bëj një analogji. Vin shpesh punime shkencore, 10-20 faqe, dhe në shumë raste më duhet që ndonjëherë të shkruaj më shumë se sa vetë punimi për ta bërë atë redaktimin shkencor, vërejtjet, sugjerimet e të tjera. Është normale që të ketë lëshime, po them, në një vepër kaq të madhe. Po flasim për një vepër vërtet shumë të madhe, më të madhe që është botuar deri më sot. Edhe është e pamundur që të mos të ketë diçka që na ka shpëtuar. E mira e gjithë kësaj është që vepra do të qëndrojë për 9 muaj online dhe është e hapur për sugjerime. Dhe ne ndërkohë po vazhdojmë dhe po punojmë për ta përmirësuar. Tjetër gjë e mirë është e vërtetë që do përgatitim një version që do të jetë kopje fizike të fjalorit. Mirë po, pjesa online do mbetet ashtu dhe do jetë në përmirësim të vazhdueshëm, do futim fjalë, mund të heqim fjalë tjera. Është e vërtetë që ka patur vrejtje për disa fjalë. Atë fjalën që thua ti që e lidhe me xixëllonjën, në fakt është një fjalë që vjen nga arbërishtja. Ose fjala online, që ishte në fjalor, pati vrejtje dhe u hoq nga fjalori. U hoq? U hoq për momentin nga fjalori. Do rikthehet? Ka diskutime?
Po, e mendojnë drejtuesit se si do të vendosin për fjalë të caktuara, edhe pse kjo, në gjykimin tim, është një fjalë që e përdorim çdo ditë dhe shumë mirë mund të qëndrojë në fjalor. Se janë disa fjalë që realisht nuk i shmangim dot. Vërtet janë në gjuhë huaj, janë huazime, por nuk i shmangim dot, sepse janë fjalë të përdorimit të përditshëm. Fjala online përdoret pafundësisht, e ka frekuencë shumë të lartë të përdorimit. Detyrë gjyqtarëve të gjejnë një zgjedhje të përshtatshme për gjuhën shqipe. Si fjala email dhe si shumë fjalë të tjera. Këto i gjejmë vetëm te shtojcat. Comment, like, share, forward, përcjell, fjala ju thot përditësim, pra edhe kjo është përkthyer tashmë në një farë mënyre nga update. Pra updatoj, përdori disa të tjerë. Fjala downloadoj, shkarkoj, sikurse... Sepse në fillim, kur filluam të përdornim, të themi, kompjuterin në mas, përdorëm edhe terminologjinë e kompjuterit ashtu siç na erdhi. Se hyri pajisja, hyri dhe termi. Dhe në një farë mënyrë mësuam që të themi downloadoj. Po. Tani, ne e kemi fjalën përditësoj, më falë, shkarkoj, por jo gjithmonë e kemi një baraz vlerës për secilën fjalë që na vjen, sidomos fjalët terma. Dhe çfarë duhet bëjmë në këtë rast? Në këtë rast është mirë që ta marrim fjalën, ta futim, ta bëjmë pjesë të fjalorit të gjuhës, sepse nëse nuk e kemi, atëherë ky është them një nga kushtet, nëse nuk e kemi, atëherë duhet ta huazojmë. Po, pikërisht. Tani, sepse nuk është vetëm përdorimi i qytetarëve thjesht, është përdorimi i institucioneve zyrtare të shtetit shqiptar apo të institucioneve të varësisë së shtetit shqiptar. Dhe një zyrtare, redaktore në këto institucione, kur ka momente të tilla, duhet të mbaj qëndrimin zyrtar. Pra dhe shprehjen zyrtare për nga fjalori i gjuhës shqipe. Kësaj nuk mund të lësh individëve të përzgjedhin herë downloadoj apo shkarkoj apo online apo në internet edhe gjëra të tilla. Për shembull, fjala platform, unë e kontrollova në fjalor, nuk e kishte në fjalor edhe kuptimin që ka në fushën e teknologjisë. Ishte sipas kuptimeve, po jo në kuptimin në njërin nga kuptimet. Po në fakt kjo është, ne e përdorim gjithë kohës. Fjalën platforma online, pra i themi çdo ditë në këtë kuptim. Pra unë mendoj që duhet shtuar dhe ky kuptim i ri tek fjala platform, që e kemi pjesë të e kemi si fjalë në fjalorin e masë së gjuhës shqipe, duhet shtuar dhe ky kuptim që vjen nga fusha e teknologjisë. Pra janë disa përditësime që duhet të ndodhin patjetër për të mundsuar atë që ta kemi fjalën me të gjitha kuptimet në cilat ajo del në përdorim. Se ky është synimi. Jemi në epokë digjitale. Si shkruhet epokë digjitale me gjë apo me gjë? Me gjë, po. Atëherë pikërisht, sepse ashtu e përdor dhe unë, sepse di që është digjitale. Por pjesa më e madhe e përdoruesve e bëjnë me gjë, pra gabim. Ja një gjë, si agent, e tjerë. Agjenci e kështu me radhë. Duke kaluar ke një pyetje që kam, po e ndërlidh me këtë. Mirë të këto terma të reja, terminologji të reja, të teknologjisë që ne po huazojmë, im detyruar të huazojmë. Për pjesa më e madhe e qoftë edhe pseudo-akademikëve, mësuesve, apo titullarve, apo ku ta diun personat që duhet të dinë drejtshkrimin e gjuhës shqipe, kanë mungesa të theksuara. A mendon që çdo institucion duhet të ketë një redaktor gjuhësor? Ti që ka qenë vendimi i qeverisë Rama në vitin 2013, e hodhi idenë Rama atëherë që duhet kishte një redaktor, edhe hodhi idenë edhe për punësimin e shumë redaktorëve gjuhësor atëherë, madje kërkoi që të merrnin gjop të gjithë ata që shpërdoronin letrën duke shkruar me gabime. Po ashtu më vonë, me sa mbajmend një vit më vonë, është kërkuar edhe që të futej në kurrikulat e të gjithë universiteteve lënda e gjuhës shqipe, por në këtë aspektin e drejtshkrimit,
Mirë po, në dijenin time, asgjë nga këto nuk ndodhi, sepse është shumë e thjeshtë ta verifikosh këtë në momentin që del një shkresë, e kuptojmë që ka shumë gabime. Europë apo Evropë? Sipas gjuhës shqipe, Evropë. Sigurisht. Po. Por vazhdon akoma si emërtim në shkresët zyrtare institucionale shtetit shqiptar me Europë. Po, shumë e vërtet. Pra, pikërisht për këtë e kisha fjalën. Është shumë e vërtet, ka, domethënë, të ndalem pakës këtu Bledi, në një bisedë që patëm thanë, a kemi shumë gabime, a flasim shumë gabim në gjuhën shqipe, a përdorim shumë fjalë gabim. Aktualisht, unë jam duke drejtuar një projekt në Universitetin e Durrësit për të krijuar korpusin e gabimeve në gjuhën shqipe. Edhe kur flasim për korpus, do thotë që nuk është një gabim, janë shumë gabime. Që të bësh korpus, duhet të ketë shumë gabime, siç në fakt ka. Dhe puna e parë nga kemi filluar është nga institucionet. Pra, nga institucionet, po marrim lëndën e parë, të cilat pastaj do të na çojnë drejt, të themi, hapjes më të madhe, të shikojmë edhe fushat të tjera, për të parë se ç'lloj gabimesh bëhen, sa të shpeshta janë. Dhe mund të them që se do shkojmë më vonë edhe tek eset e nxënësve në maturën shtetërore, por kemi kohë për të shkuar deri këtu, po themi nga institucionet, e që aty fillon gabimi. Shiko tek gjithashtu, po ju ndihmojnë në këtë ca ide. Shiko tek tabelat e qyteteve. Mirës e vini, e shkruajnë gabim. Në përborët e shkollave ka gabime, mirës e vini, nxënës së dashur shkruajnë gabim, mirës e vini, shkruhet veçasi. Ka, është e vërtetë. Duhet ta theksojmë këtë, shkruhet veças. Mirë se vini dhe jo bashk. Pra të edukojmë pak edhe dëgjuesit. Pra të tilla shkelje të gjuhës gjenden kudo. E di dhe kjo është e palejueshme në fakt. Nuk mund të pretendohet që një institucion arsimor, për mos shkojmë më tutje, të gjitha, që në hyrje të vetë ketë një fjalën e shkruar gabim. Pastaj mendo se çfarë do edukosh edhe si do edukosh. Në momentin që ai hyn gabim, do vazhdoj po gabim. Ka rënë kjo vetdia për normën drejtshkrimore, edhe unë mendoj që duhet bërë diçka më tepër ajo që the Bledi për redaktorët, për të futur drejtshkrimi si lëndë, do të ishte gjëja më e mirë e mundshme, sepse është e nevojshme në këto momente. Duke qenë se edhe zhvillimin e teknologjisë e kemi në atë bumin e vet, sidomos të rinjt janë të themi nga të gjitha anët të bombarduar nga teknologjia dhe ndodh që e prishin totalisht atë normën gjuhësore drejtshkrimore. Ka dhe një prirje kohët e fundit që brezi i ri për herë të parë në këto 3-4 vitet e fundit, unë dëgjoj fëmijë 10 vjeçar, 6, 7, 8, 10, 15, cilët flasin anglisht në rrugë, janë shqiptarë. Dikur as ne nuk flisim italisht në familjen tonë, sot flasin anglisht. Unë i kuptoj që prindrit duan t'i edukojnë, t'ia mësojnë gjuhën qysh herë dhe është gjë fantastike. Por vërehet që kanë deficienca, mangësi, fjala më e dur, në gjuhën shqipe. Po, shumë e vërtetë. Dhe ne arrim ta parashikojmë që të ndodhë në të ardhmen, do ketë një përkeqësim të vetdijes mbi gjuhën. Bledi, po të bësh një vështrim, kështu kritik, të marrësh testet e maturës shtetërore, dhe të bësh një krahasim të eses që shkruhet si pjesë e provimit në gjuhën shqipe dhe asaj që shkruhet si pjesë e provimit në gjuhën angleze, është më mirë ajo në gjuhën angleze se sa ajo në gjuhën shqipe. E kjo nuk më duket. Disa e thonë që nga që niveli anglishtes është
Pra nuk janë nivele shumë të larta. Ato që bëhen në shkollë po gjithsesi, eseja në vetvete është ese. Është indikator dhe tregon indikator. Dhe tregon dhe ata dalin, nxënësit dalin më mirë në esen në anglisht se sa në esen në shqip. Pra arrin të shprehen më mirë në gjuhën e huaj se sa në gjuhën shqipe. E kjo është tregon që diçka nuk shkon. Diçka nuk shkon në krejt rrugtimin e nxënësit, që duke filluar që në 9 vjeçare, pastaj edhe në shkollën e mesme, sepse nëse ai del me rezultate më të larta në anglisht dhe të del me rezultate shumë të ulta në shqip, vërtet ka diçka që nuk shkon që duhet parë, që nga tekstet, që nga metodat e kështu me radhë. Çfarë mesazhi keni për prindërit, për mësuesit, për të rinjt, tashmë e kanë fjalorin e gjuhës shqipe online, por jo vetëm kaq, por edhe për nga rëndësia drejt shkrimores apo edhe vlerave që ka gjuha shqipe. Cili është mesazhi juaj, pse janë kaq të rëndësishme dhe duhet të kushtojmë vëmendje të herpashershme? Gjuha është identitet. Njeriu nuk mund ta kuptojë dot veten pa gjuhën. Heidegger thotë njeriu banon te gjuha. Pra, përveç se është identitet, është shpirt. Unë ju them studentëve të mi, mund të shkoni ku të doni, por kur nuk duhet ta mohoni faktin që jeni shqiptar dhe të mohoni gjuhën shqipe, sepse shpesh ndos që të dëgjosh që ta mohojnë këtë pjesën, t'ju duket si e quajnë ndonjëherë tulët faktin që të flasin shqip. Po unë mendoj që është ajo që na lidh me rënjë. Pra gjuha nuk është vetëm komunikim, mjet komunikimi, është elementi që na lidh me rënjët tona, elementi që na lidh me të kaluarën, me traditat, me kulturën. Le të mësojnë të gjitha gjuhët e tjera. E para është gjuha amtare, është gjuha e shpirtit, gjuha e nënës, gjuha e zemrës. Nuk mundet dot të ecë përpara një njeri nëse nuk e sheh gjuhën e vet, në rastin tonë gjuhën shqipe, si gjuhën e shpirtit. Të tjerat pastaj bëhen më të thjeshta. Të gjitha studimet e konfirmojnë këtë. Në fillim është gjuha amtare, pastaj çdo gjuhë tjetër. Çdo gjuhë tjetër mësohet më mirë në momentin që ti e zotron dhe e di më mirë gjuhën amtare. Dhe ky është fakt shkencor që nuk mund të kundërshtohet. Për shembull, në një studim që kam bërë me shqiptarët e diasporës, është interesante sepse shtetet për shembull jashtë në Austri, në Suedi ofrojnë kurse të gjuhës shqipe dhe ata nuk i çojnë fëmijët të mësojnë shqip, me idenë që nuk ju duhet. Edhe në gjithë ato promovimet që bëjmë për t'i kthyer vëmendjen, sidomos prindërve të gjuhës shqipe, se ne po punojmë shumë me prindrit se nxënësit vijnë pas prindërve, ideja që përçohet është ta mësojnë njëherë gjuhën amtare, sepse do ta kenë më të thjeshtë për të përparuar në të gjitha fushat që do ndjekin në jetë, në të gjitha gjuhët që do të mësojnë. Deri diku është mbritur, por është e vështirë, siç është edhe në Shqipëri, është edhe më vështirë pastaj kur flasim për diasporën. Në momentin që pajtohem plotësisht me mesazhin tuaj, që është i mrekullueshëm dhe falenderoj që e ndat, ka një dallim. Kur dëgjon shqip në mes të Durrësit, mes të Shqipërisë, okay, është e mirë qenë. Në momentin që një shqiptar dhe nxis këdo që po na ndjek ta bëj këtë gjë, kur shkon tek arbëreshët tanë, dhe kur dëgjon një fëmijë të vogël, i cili nuk ka qenë kurrë në Shqipëri, po që e flet shqipen me shqipen e Skënderbeut, e mbartur brez pas brezi për 500 vite, aty nuk ka shqiptar që nuk preket. Është shumë e vërtetë. Nga sa e bukur, sa me vlerë, sa e lirë, sa e mirë, sa mrekullueshme gjuha shqipe. Po e kam patur një moment të tillë të ngjashëm në një konferencë që kam qenë tani së fundmi në Bolognë, që bë për arbreshët, për gjuhën, kulturën. Edhe momenti ishte në momentin kur kënduan arbërisht edhe folën po ashtu, edhe ato zonjat që po përpiqen shumë në fakt për ta mbajtur gjallë gjuhën, nga emocionet lotuan dhe e gjithë salla gjithashtu, dhe ishte një moment shumë i bukur. Prandaj them që është shumë e rëndësishme që të ruhet gjuha, sepse kështu si i kemi ritmet e zhvillimit të teknologjisë, puna do vjet, do vështirësohet, prandaj duhet
punojmë fort në këtë drejtim, që ta kemi pastaj Shqipen atë që nuk i bën dot, të themi, gjitha pushtimet, mos t'ja bëjmë ne me dorën tonë tani. Pra i mbjetoj gjitha pushtimet. Sigurisht. Po. Dhe është abishme për të kthyer në histori që gjua shqipe jemi vetëm kombë i cili nuk ka tjetërsuar gjuhën, nga gjithë këto mësymje, shekull pas shekulli etj. Jo më thuhet i kam mbjetuar rebesheve të kohës dhe është e vërtetë. Dhe vetë asgjësohesh tani me dëshirë. Do ishte tragjedi kombëtare dhe epokale për mendimin tim. Shumë e vërtetë. Ju falenderoj për këtë bisedë, kaq të çmuar, dhe vim tek momenti i thënies së javës, është traditë e flasim hapur. Janë disa thënie nga popujt apo njerëz të njohur të botës. Një koment shkurtimisht ju lutem. Nga Emerson, mendimi është fara e veprimit. Shumë e bukur. Unë jam nga ata njerëz që realisht e çmoj mendimin, sepse si fillim ne duhet kemi atë idenë dhe pastaj nëse ajo ide nuk kthehet në një veprim, pra në diçka konkrete, është e kotë që e kemi. Pra, mund ta kemi një mendim, një ide të bukur, ide geniale për të bërë diçka, por nëse kjo nuk kthehet në një veprim të caktuar, atëherë është një mosgjë. Është vërtet asgjë. Është diçka që, okay, kam patur një mendim, por i pa konkretizuar është e njëjtë sikur të mos kishte ekzistuar asnjëherë. Zonja Zaçellari, ju falenderojmë që ishit flasim hapur në Durrës Live dhe më takofshim. Gjithashtu faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.